Për gjithë teleshikuesit që do të ndjekin sonte stafetën e festave, do të jetë një surprizë shumë e këndshme. E di që do t'ju kisha lënë hapësirë 2 minuta që të ambientoheshit me imazhin ton. Jemi kozeta dhe miri, mos na ngatroni. Pra nuk jemi ushtar mirë fill, kuptohet nga qëndrimi ynë, shqyr që mësoj mirë këtë lëvizjen se s'dim asnjë lëvizje tjetër. Atëherë jemi këtu në repartin ushtarak të Vaudesit, ku do marrim intervista, do marrim urime, sidomos urime të gjithë ushtarëve që janë këtu, që janë disponibël dhe që do jenë disponibël sidomos natën e vitit të ri që nuk mund të shkojnë në shtëpi. Këto intervista do të shoqërohen me pak ndjenjë të holl humorit, do përpiqemi unë dhe Mirit, kemi dhe ca batuta tona për të argëtuar të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në shtëpitë e tyre. Po ç'a do ketë? Koha nuk po na ndihmon dhe aq, ka pak herë, shpresoj të ndalohet, megjithatë ushtarët e kanë provuar diellin shiun borën, të gjitha kanë provuar dhe ne bashkë me ta do të vendosemi në rresht për të thënë një strofë të veçantë që ka të bëjë me ushtrinë, po që do përfshijmë edhe veten. Do ka pasur shumë. Por duke parë situatën e kohës sot, ka mundësi që i provojmë edhe ne sot erën, borën, shiun, diellin jo, se provojmë sot. Kemi zgjedhur pikërisht këta ushtar, por edhe administrata nuk do të mungojë. Për të gjithë ata që nuk do të kenë mundësi ta kalojnë festën e vitit të ri me familjen e tyre. E megjithatë do ta kalojnë së bashku në këtë transmetim që do të realizohet në TV1 Channel këtu nga Miri dhe Kozeta dhe një staf i tërë që punon në pjesën mbrapa, për shembull flasje aty që po filmon apo dhe të tjerë që punojnë në montazh. Qëndroni me ne, le të ndjekim së bashku cilat janë intervistat, urimet e ushtarëve, por njëkohësisht të sjellim edhe copza jete të tyre se si e kalojnë ata në këtë repart ushtarak. Qëndroni me ne, mbi të gjitha, hajdeni me ne. Falni se po ju heq nga përqendrimi, po kjo është pjesë e stërvitjes? Po, pjesë e stërvitjes. Dhe e bëni çdo ditë? Po, normalisht çdo ditë. Çdo ditë? Çdo ditë. Orari ky është apo kemi ardhur ne në orarin e keq? Jo, ky është orari. Ky është orari që ju dëni. E bëni çdo ditë këtë lloj stërvitje? Po. Ne kemi ardhur këtu në repartin e Vaudesit dhe kemi qelluar në orarin ku bëjnë servitjen dhe jemi këtu me komandantin e skuadrës, zotin Tetor Peter Trasati. Unë jam komandanti i skuadrës por, tokës 2, batalionit e por kamësërisë malore, por unë jam duke ushtaritur për mision herët Afganistan. Ushtarët janë duke ushtaritur dhe duke po përgatitit e fundit të cilët janë duke u përgatitur sa më mirë. Ky divizion do shkojnë në Afganistan, janë përgatitjet pikërisht për në Afganistan? Këto janë përgatitjet e fundit për në Afganistan. Atëherë, a mund të japni një urim për vitin e ri për gjithë ata që po na shikojnë nëpërmjet TV1 Channel, por sidomos edhe për familjen tuaj? Unë përshëndes të gjithë ata me rastin e vitit të ri, përshëndes të gjithë ata që janë në shërbim në Afganistan dhe në vende tjera ku shërbejnë të gjithë ushtarakët shqiptar, i përshëndes me rastin e vitit të ri, përshëndes të gjithë familjet e ushtarakëve që janë duke shkuar po në mision në Afganistan me rastin e vitit të ri, përshëndes edhe familjen time dhe juve si staf drejtues të televizorit. Si e kalon ti? Mirë. Mirë? Po iku që një sra e ule pushkën. Ja, sot se kena Ku ke matur aty ti? Kena marrë për servitje. Për servitje, dëgjoj, ke marrë pjesë në këto misionet ndërkombëtare? Ja, është hera por si marrë pjesë. Okej. Ndonjëri as që diskutohet që s'ke vrarë ti. Normal, ja. Jo, po i gatshëm të vrasësh ti? Ço se bëhet fjalë për shtetin shqiptar po. Për shtetin shqiptar. Okej, po ço se bëhet fjalë për femrën për ty që po e garmi e vrajtje? Të s'mundi më se jam i martuar. Aha. Okej, fëmijë ke? Po. Do të jesh për festa në familje? Po tjetër. Okej, një urim për familjen tënde dhe për gjithë ata që po të ndjekin përmes TV1 Channel. Atëherë për shtën tonë, ju uroj gëzuar festat. Është ne i madh për ne si marrim pjesë një mision si shkojmë në Afganistan. Edhe përfaqësojmë kombin shqiptar. Kështu ju urime për gjithë. Suksese, një mision të mbar, por gjithashtu edhe të kthehesh ndoshta mirë. Faleminderit sa më. TV1 Channel. Një mashkull dhe një femër. Emisioni me emër. Të gjithë kemi nxjerr.
Jemi këtu te pika kontrollit. Gjithçka është në gatishmëri dhe do mundohemi marrim ca intervista edhe kështu në kushte të vështira te pika kontrollit. Për momentin jemi këtu me komandantin e pikës së kontrollit, që quhet Nënto Gereqi. Çfarë ndodh këtu te kjo pika e kontrollit? Atëherë këtu kemi marrë për detyrë për të ndërtuar një pikë kontrolli për arsye se na dhënë informacionet që në këtë rrugë mund të kalojnë forca kundërshtare, forca armike që ata duan të transportojnë armatim ose baza materiale të ndryshme, por t'i kaluar nga një fshat në këtë fshatin që ne kemi. Jemi në largësinë 250 metra larg nga fshati dhe duam që ta ndërtojmë këtë pikë, mos lejimin e tyre, lejimin e atyre personave dhe atyre mjeteve që janë të lejueshme që kemi ne në planet të dokumentacion për të lejuar. Dhe ndalimin e mjeteve të tjera. Dhe ndalim. Kjo pikë kontrolli ndërtohet për kontrollimin e çdo makine që presupozohet që mund të ketë për brenda tyre mjete shpërthyese, armatim dhe kontrollimin e çdo personi që mund të jetë i huaj i këtij fshati, mund të jetë armik që mund të kërkojë për të shpërthyer brenda atij fshati për të bërë lëvizje të tjera. Jemi në gatishmëri maksimale. Po, kemi ndërtuar këtë pikë kontrolli me efektivin e kësaj toke dhe jemi të mundur në gatishmëri për të bërë neutralizimin e tyre. Sa kohë rini ju këtu? Kjo është pikë kontrolli e përkohshme, nuk është e përhershme, për arsyeën sepse si bazë është në bazën tonë për ta bërë një si pikë. Atëherë, po qëse ju takon mendojt shumë me kohë gjatë këtu, që të lironi, Po, unë na vjen urdhër që të bëhet pikë kontrolli e përhershme që mund të qëndrojmë edhe me ditë, maksimumi 2-3 ditë mund të qëndrojmë, atëherë ne jemi detyrueshëm të qëndrojmë dhe ta ndërtojmë këtë pikë kontrolli. Edhe por shi, borë, breshër. Në çfarëdo lloj situate, borë, shi, breshër, çfarëdo lloj kohë tjetë, neve duhet të qëndrojmë këtu. Me këto mjete, me këto bazë materiale që kemi. Atëherë, si përfundim, do na japësh edhe një urim për familjen tuaj dhe për këtë ushtin, një urim për vitin e ri. Atëherë, unë ju urej pikë parë ju urej familjen time një jetë lumtur dhe mbarësi gjithë. Ju uroj të lumtur të gjithëve besimtarëve katolik gëzuar Krishtinën dhe gëzuar dhe festën e vitit të ri. Tash do shkojmë në një postacion tjetër, po këtu në te pika e kontrollit. Shohim vështirësinë që kanë këta ushtarë te pika e kontrollit. Si arrini ta përballoni këtë? Po jemi servit për këtë punë, edhe fakt kësaj domethënë arrim me përballur çfarë do situate që t'jepet. Domethënë është në saj të stërvitjes që ju e përballoni gjithçka. Saj të stërvitjes. Po këtu gjatë kohës që rrini, pra do të rrini 2-3 ditë, me çfarë merrni? Keni ndonjë lloj argëtimi për të kaluar kohën apo jeni gjithmonë vetëm gatishmëri 24 orë 24? Kjo është një pikë kontrollit e përkohshme. Edhe në pas situatës që është domethënë na do të bëjmë mujtë sigurimin e kësaj piket. Në pas edhe situatës që jepet sado mund të jetë rrezikshme, mund të jetë edhe varet të situatës gjithmonë. Po kohën si e kaloni? Kohën gjithmonë dispozicion të mënyra më e vjetër me kalu kohën është me pa orën apo ecë. vërtet. Faleminderit. Një urim për familjen tënde ose për këtë ushti për vitin e ri? Urime për gjithë shqiptarët, gëzuar festat e fundvitit, fat, mbarësi, paqe. Do ikim aty tek ajo vend strehimit që duket atje, mas këtij ushtarit. Aty do drejtohemi të bëjmë ca intervista. Vazhdojmë të jemi tek pika e kontrollit, siç e shihni është pika e kontrollit me gjitha mjetet që kanë dispozicion arrin të bëjnë një vend strehim edhe për të kamufluar, për mos të dalluar nga armiku, por edhe për të strehuar në rast shiu, në rast ere, siç është dita sotme që ka shumë erë. Është një vend shumë i mirë ku ushtarët gjatë kohës që marrin shërbimin, se siç e tham që ky shërbim vazhdon edhe me 3-4 ditë me radhë në pikat e kontrollit, është një moment i mirë që të bëjnë një relaksim të mundshëm. Dhe këtu kemi gjetur disa ushtarë profesionista të cilët janë në momentin e tyre të relaksimit, themi, një pjesë, ndërsa pjesa tjetër është në gatishmëri. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Si quheni? Erjan Veroshaj. Ju e thamë më përpara që këtë kjo pika
rrini edhe me orare zgjatuna qoftë edhe me 3-4 ditë. Si e kaloni kohën ju? Gjatë kohës rrimi ndrëna me grupe, jemi 2 grupe, dhe grupi tjetër në pushim në vend tjetër, është në të rrim kaqëm për situatat që mund të nollin moment në moment. Kjo edhe pse është servitje, ju armet dhe gjithçka i keni në gatishmëri të plotë, ëh? Atëherë jemi këtu tek pika e kontrollit të makinave. Ky shëriti që shikoni këtu tregon se këtu duhet parkuar makina para se të kaloj këtë postoblok në pikën e kontrollit. Dhe në këtë moment do marrim një intervistë të komandantit të kësaj pike, që quhet Nëndetar Luan Zefi. Përshëndetje. Atëherë, a mund na shpjegoni pak si është procedura që ju bëni për të kontrolluar makinat që ndalohen këtu? Normalisht gjitha makinat duhen kontrolluar dhe duhen siguruar që janë të sigurta për të lënë për të kaluar. E gjatë servitjes që sot kemi një patrollim ku po patrollojmë nga zona këtej dhe nga Centri Operacional ne morëm një urdhër që të ngrihet një kontroll e përkohshme ku këtë kontrollim ku mendohet se do harrojnë grupe terroriste ose pjesë tjera keqbërës. Po që se vjen ndonjë makinë që nuk është makinë vjen një makinë që ka brenda për shembull 4 goca, 4 vajza të bukura. Ju a bëni lëshime apo i kontrolloni të gjitha makinat njësoj, nuk bëni asnjë lloj lëshimi? Te pika e kontrollit mund të kenë gjithë lloje provokimesh. Dhe kontrolli është njësoj për gjithë. Mbi të gjitha, duke llogaritur që ka gjithë lloj provokime që nuk lejoni asnjë lloj tolerimi. Kemi një rregull dhe do ecim mbas të rregullit për kontrollin e çdo personit ose makinës. Për vitin e ri? Po do të gjitha forcat e armatosura gëzuar të përshëndetin vitin e ri dhe familjen time njëkohësisht.